Me 4 janar 2012, një përdorues në 4chan postoi këtë imazh në bordin e famkeq/b ose random të faqes. Autori anonim, i cili shkonte me pseudonimin me 4 shifra 3301, sfidoi përdoruesit të zbulonin një mesazh të fshehur brenda imazhit. Pa e ditur ata që u ndeshën me të, dikush sapo kishte vënë në lëvizje një nga gjuetit më të hollësishme të thesareve që interneti ka parë ndonjëherë. Brenda minutave nga postimi i imazhit, dikush zbuloi se duke hapur skedarin duke u përdorur një editor teksti, mund të gjendej një varg teksti të lexueshëm të shtuar. Vargu përmbante një shifër që, pasi u deshifrua, formoi një lidhje me një imazh tjetër. Në fillim kjo dukej si një rrugë pa krye, por duke përdorur një aplikacion të njohur si Outguess, përdoruesit ishin në gjendje të ekstraktonin informacion të fshehur të integruar brenda imazhit të parë. Informacioni i ekstraktuar çoi në një subreddit që nga ana tjetër përmbante informacion rreth një libri. Libri së bashku me një kod mund të përdoreshin më pas për të zbuluar një numër telefoni që, kur thirrej, luante këtë mesazh të pararegjistruar. Deri në ditën tjetër, imazhi fillestar ishte ripostuar në të gjithë internetin. Një komunitet në rritje të detektiveve nga karriget e tyre të rehatshme kërkoi të zgjidhnin këtë enigmë të hollësishme, por askush nuk ishte plotësisht i sigurt se çfarë të mendonte për të. Cili ishte qëllimi i enigmës? Kush ishte pas saj? Çfarë ndodh kur arrini në fund? Disa natyrisht e hodhën poshtë si një shaka të hollësishme, ndërsa të tjerët e perceptuan kompleksitetin e saj si dëshmi kundër asaj që ishte puna e një trolli të thjeshtë. Së shpejti, filluan të qarkullonin thashetheme se kjo mund të ishte puna e ndonjë shoqërie sekrete ose agjencie inteligjence me qëllim rekrutimin e individëve të aftë në kriptografi, steganografi dhe fusha të tjera të lidhura. Sigurisht, nuk ishte asgjë më shumë se një thashethem. 2 numrat që mungonin të përmendur në regjistrim rezultuan të ishin dimensionet e imazhit origjinal. Pas shumëzimit të gjerësisë dhe lartësisë me 3301 dhe përdorimit të produktit si adresë interneti, përdoruesit u quan në një faqe interneti. Faqja interneti përbëhej nga një numërim zbritës, si dhe një imazh i një cikade. Kur numërimi zbritës arriti në 0, faqja u përditu me një listë koordinatash. Koordinatat tregonin vendndodhje në të gjithë botën, 14 vendndodhje në 5 vende të ndryshme. Tani ishte në dorë të pjesëmarrësve që jetonin pranë koordinatave të specifikuara, të ngriheshin nga karrigjet e tyre të rehatshme dhe të dilnin jashtë. Ata që besonin se cikada ishte puna e një organizate, tani ndihen se besimet e tyre ishin justifikuar. Në mendimin e tyre, vetëm një kolektiv ndërkombëtar zotëronte mjetet dhe burimet për të krijuar një gjueti thesare të kësaj madhështie. Kjo nuk ishte puna e trollit tuaj mesatar. Jo, kjo duhet të ishte diçka tjetër. Në çdo vend ndodhje, ishte një poster me simbolin e cikadës dhe një kod QR. Kodet lidhen me një imazh, imazhi përmbante një enigmë, enigma çoi në një libër dhe libri çoi në një faqe interneti. Por këtu, enigma mori një kthes të papritur. Vetëm një grup i zgjedhur i arritësve të parë në këtë faqe interneti u pranuan në fazën finale të enigmës. Faqja më në fund u mbyll me mesazhin: "Ne duam më të mirët, jo ndjekësit." Finalistët gjithashtu u paralajmëruan të mos bashkëpunonin me të tjerët dhe as të mos ndanin detajet e kësaj faze private të enigmës. E po, duke pasur parasysh që e dim këtë, është e sigurt të thuhet se jo të gjithë u përmbajtën asaj paralajmërimi. Por ata që e bën, me sa duket avancuan në përfazat finale para se të arrinin në fund të enigmës. Pas pothuajse një muaj heshtje, një imazh shfaqet në subreddit duke shpallur përfundimin e enigmës dhe, ashtu si ajo, gjuetia kishte mbaruar. Cikada supozohej se kishte gjetur individët shumë inteligjent që po kërkonte, dhe çfarëdo që u ndodhi atyre është pak mister, por më shumë për këtë, për një moment. Mungesa e një shpjegimi u perceptua nga shumë si konfirmim se enigma nuk kishte qenë asgjë më shumë se një gjueti e kotë me qëllim humbjen e kohës së të gjithëve. Fundja, pyetjet e ngritura nga imazhi origjinal mbetën të papërgjigjura. Cili ishte qëllimi i enigmës? Kush ishte pas saj? Çfarë ndodh kur arrini në fund? Megjithatë, siç u zbulua më vonë, kjo ishte vetëm fillimi. Kushdo që ishte pas këtij loje të ndërlikuar,
kishte parashikimin të përfshinte një kod vërtetimi të njohur si nënshkrim PGP së bashku me çdo të dhënë. Kjo lejoi përdoruesit të verifikonin se një imazh ose mesazh ishte në të vërtetë nga Cicada dhe jo nga ndonjë impostues që kërkonte të shpërqendronte ose rrëmbente enigmën. Cicada kishte paralajmëruar vazhdimisht për rrugë të rreme të tilla dhe kishte këmbëngulur që çdo mesazh që i mungonte një nënshkrim i vlefshëm PGP duhej menjëherë të injorohej. Kjo është arsyeja pse ky imazh, i postuar saktësisht një vit dhe një ditë pas të parit, provokoi një frenezi të tillë. Pas një viti imitimesh të dobta, ky imazh më në fund përputhej me nënshkrimin zyrtar. Cicada ishte kthyer dhe ishte koha për raundin e dytë. Enigma e dytë nuk ishte shumë e ndryshme nga e para. Imazhi përmbante një mesazh, mesazhi çoi në një libër, libri prodhoi një lidhje dhe gradualisht enigma u zhvillua. Në një pikë, një regjistrim me titull The Instar Emergence u zbulua. Çoi në një llogari të fshehtë Twitter, që më pas çoi në një imazh. Imazhi u dëshmua jetik për përparimin e enigmës, por përfshirja e këtij alfabeti runik do të mbetej mister për një kohë të gjatë. Shumë si enigma e parë, e dyta u zgjerua në botën fizike, kur një listë koordinatash detyroi pjesëmarrësit të përsëri dilnin në rrugë në kërkim të postërve enigmatik. Këtë herë ishte 8 vendndodhje në 4 vende të ndryshme. Por më në fund gjurma u ftoh përsëri. Një grup tjetër i zgjedhur i arritësve të parë ishte pranuar në një fazë finale private të enigmës. Ndryshe nga enigma e parë, e dyta nuk përfundoi me një mesazh zyrtar nga Cicada. Gjurma thjesht u ftoh dhe Cicada është duku përsëri duke na lënë jo më afër një shpjegimi. Megjithatë, kjo ende nuk ishte fundi. Në fillim të vitit 2014 ishte koha për raundin e tretë. Përsëri imazhi përmbante një mesazh. Mesazhi çoi në një libër, libri prodhoi një lidhje dhe mjafton të thuhet ishte më shumë nga e njëjta. Përveç këtë herë, enigma dukej se rrotullohej rreth një libri të çuditshëm. Libri ishte me titull Liber Primus, që do të thotë libri i parë në latinisht, dhe ishte dukshëm i shkruar nga Cicada. Alfabeti runik i zbuluar në 2013 më në fund kishte kuptim pasi libri ishte kryesisht i shkruar në runa. Edhe kështu, kuptimi i faqeve të përkthyera ishte i fshehtë në rastin më të mirë. Libri përbëhej nga ide të ndryshme filozofike dhe ideologjike dhe dukej se ishte manifesti i tyre. Shumë që atëherë kanë krahasuar shkrimet e çuditshme me ato të një kulti. Megjithatë, libri gjithashtu përfshinte një mori të dhënash dhe kodesh. Për shembull, kjo faqe këshilloi pjesëmarrësit të kërkonin një faqe interneti në dark web, por faqja mbetet e pazbuluar. Një faqe tjetër çoi në një faqe interneti që përmbante një regjistrim tjetër me titull Interconnectedness. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e librit ende duhet të përkthehet. Teksti runik në disa nga faqet duket se është i errësuar nga shtresa e enkriptimi që ende nuk është deshifruar. Nga 74 faqet që përmbajnë runa, vetëm 19 janë përkthyer me sukses. Ndërsa viti 2015 erdhi dhe shkoi pa fillimin e një enigme të re, shumë arritën në dyshimin se Liber Primus duhej të plotësohej nëse Cicada do të kthehej. Kjo ishte më ose më pak e konfirmuar në fillim të vitit 2016, kur Cicada inkuragjoi një rishtyrje të librit. Më shumë se 4 vjet kanë kaluar tani me progres minimal dhe heshtje pothuajse të plot nga Cicada. Pyetjet e ngritura nga imazhi origjinal janë injoruar. Cili është qëllimi këtyre enigmave? Kush është pas tyre? Çfarë ndodh kur arrini në fund?
Kur imazhi fillestar shfaqet në 4chan në vitin 2012, shumë supozuan se Cicada 3301 ishte një lojë alternative realiteti i dizenjuar nga një korporat për të promovuar një shërbim apo produkt të ri. Për shembull, Microsoft zhvilloi një hollësishëm ARG në vitin 2001 për të promovuar filmin Artificial Intelligence dhe një fushatë ngjashme. Marketingu viral u përdor për të promovuar lançimin e Halo 2, por lëshimi i enigmave të mëvonshme dhe mungesa e plotë e komercializimit ka eliminuar më ose më pak atë mundësi. Nëse zgjedhim të besojmë disa nga informacionet e rrjedhura nga faza finale private e çdo enigme, atëherë ne fitojmë disa njohuri se kush mund të jetë ky grup. Për shembull, në fund të enigmës së parë, finalistët supozohej se morën këtë email. Në të, Cicada përshkruajnë veten si një grup ndërkombëtar që besojnë se privatësia është një e drejtë e patjetërsueshme. Qëllimi i çdo enigme është të rekrutojë individ me mendje të ngjashme në një përpjekje për të zhvilluar zgjidhje të ndërgjegjshme për privatësinë. Emaili më pas përfundon me 3 pyetje. Në nënshkrimi PGP, i cili do të kishte konfirmuar vërtetësinë e emailit, u hoq në mënyrë të përshtatshme nga rrjetësi. Nëse një version me një nënshkrim të vlefshëm ekziston online, unë nuk arrita ta gjej, por pavarësisht nga legitimiteti i tij, unë e gjej këtë pyetje pak të çuditshme. Lexon: a besoni se informacioni duhet të jetë falas? Duke supozuar se përgjigjja e pritur është po, atëherë fjalia e parë, mos e ndani këtë informacion, duket pak hipokrite. Ndërsa ideja e një shoqërie sekrete që rekruton individ me anë të enigmave të hollësishme kriptografike mund të duket pak absurde ose madje konspirative, nuk është plotësisht e pabazuar. Korporatat dhe qeveritë në mënyrë të ngjashme kanë përdorur teknika të ngjashme rekrutimi që nga të paktën lufta e dytë botërore. Në vitin 2013, Agjencia Britanike e Inteligjencës GCHQ lançoi një program rekrutimi të njohur si Can You Find It? Pjesëmarrësit duhej të deshifronin një numër kriptogramesh të fshehura në të gjithë internetin, dhe ata që arritën të zgjidhnin të gjithë enigmën u ofruan një çmim ose një pozicion në agjenci. Google bëri diçka të ngjashme me reklama enigmatike në vitin 2004 dhe forcat detare të shërbejli nga Cicada u quan në një forum në dark web. Këtu, ata mund të komunikonin me rreth 20 e ca rekrut, si dhe një grusht antarësh të themeluar të Cicada. Atyre u thanë se Cicada 3301 ishte themeluar nga një grup miq që ndanin ideale të zakonshme rreth sigurisë, privatësisë dhe censurës. Qëllimi ishte të punonin si një kolektiv për të zhvilluar aplikacione software në përputhje me atë ideologji. Ndërsa miqt rekrutuan miq, kjo shoqëri sekrete u zgjerua shpejt në një organizatë ndërkombëtare të decentralizuar. Rekrutët më pas u ngarkuan me zhvillimin e softwarit që përshtatet me ideologjinë e grupit, dhe antarët të Cicada 301 do të mbikëqyrnin progresin e tyre. Por pa tërheqjen e një enigme për t'u zgjidhur, rekrutët shpejt humbën interesin. Deri në fund të vitit 2012, të gjithë përveç një kishin ikur, dhe disa muaj më vonë, faqja ishte zhdukur. Ata nuk dëgjuan më nga Cicada përsëri. Një nga 2 fituesit, me emrin Marcus Warner, më vonë elaboroi më tej në një video nga youtuber Nox Populi. Për më tepër, Nox Populi vetë pretendon se është një fitues i enigmës së dytë, kështu që unë i shkrova atij dhe kjo është një pjesë e asaj që ai kishte për të thënë. Pas përfundimit të fazave finale të enigmës së dytë, Nox Populi mori një ftesë për t'u bashkuar me Cicada 301. Megjithatë, ai nuk u ftua në një faqe interneti, por në vend të kësaj thjesht u tha të ishte i durueshëm. Më pas, rreth majit të vitit 2013, e gjithë komunikimi me Cicada pushoi papritur. Kjo ishte rreth të njëjtës kohë kur faqja e dedikuar për fituesit e enigmës së parë u mbyll papritur. Nox Populi më vonë kontaktoi fitues të tjerë të enigmës së dytë për të krahasuar shënime, dhe përvojat e tyre ishin identike. Me fjalët e tij, të gjitha historitë ishin të njëjta. Ne u ftuam të bashkoheshim me 3301. Pastaj diçka ndodhi dhe heshtja pasoi një kërkesë për durim. Nox Populi supozon se rreth 5 të tjerë përfunduan enigmën e dytë, në kontrast me 20 e ca fituesit e parë. Në lidhje me atë se kush ose çfarë është Cicada, Nox Populi beson se ata mund të jenë një mbetje e lëvizjes cypherpunk të fundviteve 80 dhe 90. Thelbësisht, një grup i vogël aktivistësh që mbrojnë përdorimin e gjerë të kriptografisë së fortë dhe teknologjive që përmirësojnë privatësinë.
por ai pranon se nuk ka mënyrë për ta ditur me siguri. Nëse dëshironi një udhëzues shumë më gjithëpërfshirës të këtyre enigmave në krahasim me përmbledhjen time të shkurtër, Nox Populi ka prodhuar një numër videosh në kanalin e tij, të cilat unë i rekomandoj shumë. Ndërsa këto llogari nuk mund të verifikohen, ato bëjnë një argument shumë bindës se çfarë është cikada. Një grup zhvilluesish anonim që kërkojnë të zhvillojnë aplikacione të ndërgjegjshme për privatësinë, duke rekrutuar individ me talent përmes enigmave kriptografike. Sigurisht, nuk është afër aq emocionuese sa një qeveri hije që kërkon dominimin e botës ose ndonjë nga teoritë më fantastike, por është me siguri më e besueshme. Duhet të mbani në mend se asnjë pjesë e këtyre enigmave nuk do të kishte kërkuar më shumë se një person. Posterët shpesh tregohen si dëshmi se kjo duhet të jetë puna e një organizate ndërkombëtare, por unë nuk pajtohem. Do me thënë, tani, unë mund të përdor një numër shërbimesh për të punësuar persona të rastësishëm në të gjithë botën për të instaluar poster për mua. Megjithatë, duke pasur parasysh se asnjë poster nuk u vendos më shumë se 1 orë larg nga një aeroport, më bën të besoj se një ose shumë persona në të vërtet udhëtuan në këto vendndodhje. Do me thënë, disa nga posterët u gjetën brenda distancës së ecjes nga një aeroport ndërkombëtar. Fakti është se kushdo me një të ardhur të disponueshme dhe kohë të mjaftueshme në duart e tyre, do të ishte në gjendje të krijonte iluzionin e një rrjeti të gjerë sekret që shtrihet në të gjithë botën. Nuk po them se ky është rasti me Cikada 3301, por është megjithatë një mundësi që nuk mund të injorohet. Me të gjitha të që u tha, unë personalisht mendoj se një grup me lidhje të lirshme kriptografësh hobist të orientuar drejt privatësisë të jetë shpjegimi më i besueshëm. Cikada bëri deklaratën e tyre të fundit publike në prill të vitit 2017, duke paralajmëruar thjesht kundër dezinformimit, por statusi aktual i enigmës së tretë dhe mundësia e një të katërti mbetet e errësuar në mister. Më 4 janar 2012, një përdorues në 4chan postoi këtë imazh në bordin e famkeq B ose random të faqes. Autori anonim, i cili shkonte me pseudonimin me 4 shifra 3301, sfidoi përdoruesit të zbulonin një mesazh të fshehur brenda imazhit. Pa e ditur ata që u ndeshën me të, dikush sapo kishte vënë në lëvizje një nga gjuetit më të hollësishme të thesareve që interneti ka parë ndonjëherë. Brenda minutave nga postimi i imazhit, dikush zbuloi se duke u hapur skedarin duke u përdorur një editor teksti, mund të gjendej një varg teksti të lexueshëm të shtuar. Vargu përmbante një shifër që, pasi u deshifrua, formoi një lidhje me një imazh tjetër. Në fillim kjo dukej si një rrugë pa krye, por duke u përdorur një aplikacion të njohur si Outguess, përdoruesit ishin në gjendje të ekstraktonin informacion të fshehur të integruar brenda imazhit të parë. Informacioni i ekstraktuar çoi në një subreddit që nga ana tjetër përmbante informacion rreth një libri. Libri së bashku me një kod mund të përdoreshin më pas për të zbuluar një numër telefoni që, kur thirrej, luante këtë mesazh të pararegjistruar. Deri në ditën tjetër, imazhi fillestar ishte ripostuar në të gjithë internetin. Një komunitet në rritje të detektivëve nga karriget e tyre kërkoi të zgjidhnin këtë enigmë të hollësishme, por askush nuk ishte plotësisht i sigurt se çfarë të mendonte për të. Cili ishte qëllimi i enigmës? Kush ishte pas saj? Çfarë ndodh kur arrini në fund? Disa natyrisht e hodhën poshtë si një shaka të hollësishme, ndërsa të tjerët e perceptuan kompleksitetin e saj si dëshmi kundër asaj që ishte puna e një trolli të thjeshtë. Së shpejti, filluan të qarkullonin thashetheme se kjo mund të ishte puna e ndonjë shoqërie sekrete ose agjencie inteligjence me qëllim rekrutimin e individëve të aftë në kriptografi, steganografi dhe fusha të tjera të lidhura. Sigurisht, nuk ishte asgjë më shumë se një thashetheme. 2 numrat që mungonin të përmendur në regjistrimin rezultuan të ishin dimensionet e imazhit origjinal. Pas shumëzimit të gjerësisë dhe lartësisë me 3301 dhe përdorimit të produktit si adresë interneti, përdoruesit u çuan në një faqe interneti.
faqja e interneti përbëhej nga një numërim zbritës, si dhe një imazh i një cikade. Kur numërimi i zbritës arriti në 0, faqja u përditësua me një listë koordinatash. Koordinatat tregonin vendodhje në të gjithë botën, 14 vendodhje në 5 vende të ndryshme. Tani ishte në dorë të pjesëmarrësve që jetonin pranë koordinatave të specifikuara të ngriheshin nga karriget e tyre të rehatshme dhe të dilnin jashtë. Ata që besonin se cikada ishte puna e një organizate, tani ndjenin se besimet e tyre ishin justifikuar. Sipas mendimit të tyre, vetëm një kolektiv ndërkombëtar zotëronte mjetet dhe burimet për të krijuar një gjueti thesari të kësaj madhësie. Kjo nuk ishte puna e trollit tuaj mesatar. Jo, kjo duhet të ishte diçka tjetër. Në çdo vendodhje ishte një poster me simbolin e cikadës dhe një kod QR. Kodet lidhen me një imazh. Imazhi përmbante një enigmë, enigma çoi në një libër dhe libri çoi në një faqe interneti. Por këtu, enigma mori një kthes të papritur. Vetëm një grup i zgjedhur i arritësve të parë në këtë faqe interneti u pranuan në fazën finale të enigmës. Faqja më në fund u mbyll me mesazhin "Ne duam më të mirët, jo ndjekësit". Finalistët gjithashtu u paralajmëruan të mos bashkëpunonin me të tjerët, as të mos ndanin detajet e kësaj faze private të enigmës. E po, duke pasur parasysh që e dim këtë, është e sigurt të thuhet se jo të gjithë u përmbajtën asaj paralajmërimi. Por ata që e bën, me sa duket avancuan në fazat finale para se të arrinin në fund të enigmës. Pas pothuajse një muaj heshtje, një imazh shfaqet në Subreddit duke shpallur përfundimin e enigmës dhe, ashtu si ajo, gjuetia kishte mbaruar. Cikada supozohej se kishte gjetur individët shumë inteligjent që po kërkonte, dhe çfarëdo që u ndodhi atyre është pak mister, por më shumë për këtë për një moment. Mungesa e një shpjegimi u perceptua nga shumë si konfirmim se enigma nuk kishte qenë asgjë më shumë se një gjueti e kotë me qëllim humbjen e kohës së të gjithëve. Fundja, pyetjet e ngritura nga imazhi origjinal mbetën të papërgjigjura. Cili ishte qëllimi i enigmës? Kush ishte pas saj? Çfarë ndodh kur arrini në fund? Megjithatë, siç u zbulua më vonë, kjo ishte vetëm fillimi. Kushdo që ishte pas këtij loje të ndërlikuar, kishte parashikimin të përfshinte një kod vërtetimi të njohur si nënshkrim PGP së bashku me çdo të dhënë. Kjo lejori përdoruesit të verifikonin se një imazh ose mesazh ishte në të vërtet nga cikada dhe jo nga ndonjë impostues që kërkonte të shpërqendronte ose rrëmbente enigmën. Cikada kishte paralajmëruar vazhdimisht për rrugë të rreme të tilla dhe kishte këmbgulur që çdo mesazh që i mungonte një nënshkrim i vlefshëm IGP duhej menjëherë të injorohej. Kjo është arsyeja pse ky imazh, i postuar saktësisht një vit dhe një ditë pas të parit, provokoi një frenezi të tillë. Pas një viti imitimesh të dobta, ky imazh më në fund përputhej me nënshkrimin zyrtar PGP. Cikada ishte kthyer dhe ishte koha për raundin e dytë. Enigma e dytë nuk ishte shumë e ndryshme nga e para. Imazhi përmbante një mesazh, mesazhi çoi në një libër, libri prodhoi në lidhje dhe gradualisht enigma u zhvillua. Në një pikë, një regjistrim me titull The Instar Emergence u zbulua. Një të dhënë tjetër çoi në një llogari të fshehtë Twitter, që më pas çoi në një imazh. Imazhi u dëshmua jetik për parparimin e enigmës, por përfshirja e këtij alfabeti runik do të mbetej mister për një kohë të gjatë. Shumë si enigma e parë, e dyta u zgjerua në botën fizike, kur një listë koordinatash detyroi pjesëmarrësit të, përsëri, dilnin në rrugë në kërkim të postereve enigmatik. Këtë herë ishte 8 vendndodhje në 4 vende të ndryshme, por më në fund gjurma u ftoh përsëri. Një grup tjetër i zgjedhur i arritësve të parë ishte pranuar në një fazë finale private të enigmës. Ndryshe nga enigma e parë, e dyta nuk përfundoi me një mesazh zyrtar nga cikada. Gjurma thjesht u ftoh dhe cikada zhduku përsëri, duke na lënë jo më afër një shpjegimi. Megjithatë, kjo ende nuk ishte fundi.